Bologna shfaqet sërish si opcion për Cristiano Slonin, këtë herë është Inter interesuar për të shtyrë këtë transferim, shkak do të bëjë Jon Lukumi, mbrojtësi 28 vjeçar i Bolognës, zikalt drejtuan në skuadrët të fundit, por aktualisht nuk janë të gatshëm për të përmbushur kërkesat financiare të rivalëve të Serie A. Lukumi deri më 15 korrik ka klauzol për 28 milion eurosh për lirimin. Mundësia ekziston që Bologna të pranojë 20 milion euro më pas për mbrojtësin nga Kolumbia. Inter ndërkohë planifikon që të përfshijë një lojtar në marrëveshje, dhe Osmani, i cili të rishte interesin e Bolognës më parë, në duket alternativa e duhur për të negociuar. Brian Grudej është bashkuar sërish Leipzigut, sulmuesi që kërkohet në kombëtarje e Shqipërisë, briti sot në fushën e stërvitjes me pjesën tjetër të skuadrës, më pas dhe u zyrtarizua në rrjetet sociale nga klubi i Bundesligës. Gruda mungonte fillimisht në orën 14:30 kur edhe stërvitja e 13 korrikut nisi, më pas mori miratimin përfundimtar dhe u bashkua pjesës tjetër, siç Sky Sport raporton në Gjermani. Marrëveshja shumë pritur me Brighton u arrit si huazim për me detyrim blerje pas një numri të vogël ndeshjesh zyrtare. Transferimi përfundimtar për 22 vjeçarin do të kryhet për rreth 25 deri në 30 milion euro. Gruda, edhe pse në moshë të re, do e kishte transferimin e dytë të bujshëm. 2 vite më parë u ble nga Brighton për 30 milion euro. Futbollisti shqiptar do punojë në urdhrat e Martin De Michelis, që ul në stol se trajneri i ri. Ky i fundit trajtoi Mallorcën në fundin e sezonit të kaluar. Niki Hajen u prezantua si trajneri i ri i Burnleyt, dje mori fund pritja prej 71 ditësh për klubin anglez që po kërkon të pasuesin e Scott Parker, përfundimisht u zgjodh 45 vjeçari nga Belgjika. Çfarë mund të them tifozëve është si skuadra ime luan, ne qarkullojmë topin, bëjmë pressing me qëllim dhe u besojmë lojtarëve deri me minuta, jo thjesht një vend në pankinë. Me të vërtet po pres të punojmë me skuadrën në Amerikë në përgatitjet para sezonit. Puna e vështirë fillon atje, u shpreh Hajen në fjalët e tij të para. Hajen ka firmosur kontratë 3 vjeçare, ndërsa Genk përfitoi 1 milion euro për talent të lirë. Tashmë nis epoka e re me synimin për të rikthyer në elitën e futbollit anglez. E ardhmja Armando Broja s'është në dyshim, deri tani duket jashtë planeve. Trajneri Hajen do të jetë ai që do të thotë fjalën përfundimtar në Amerikë, ku edhe Broja është një pjesë tjetër të skuadrës. Merkato e verës ka shënuar një tjetër lëvizje përmes fushorin e talentuar Endri Muhameti, i cili ka dhënë përsëri lajm të mira në Atalantos, duke u huazuar për një tjetër sezon nga Bergamaskët. Futbollisti 21 vjeçar me një të kaluar të moshat e Shqipërisë deri në ekipin U21, ka lënë Atalantën dhe është prezantuar dhe skuadra e Serie C, Gianna Erminio. Kjo e fundit bëri të ditur se ka huazuar mes fushorin deri në verë në vitet e ardhshëm, por pa klauzol transferimi. Mes fushori ka qenë në huazim në sezonin e kaluar të Virtus Verona, më pas të Renate, ndërsa tani provon një tjetër klub mes profesionistëve. Jam i lumtur që nis të aventurë të re, kam zgjedhur këtë ambient pasi mendoj se është vendi i duhur për të rritur dhe për të dhënë maksimumin. Falenderoj klubin, trajnerin dhe stafin e tij për besimin dhe pres me padurim që të vijem në dispozicion të ekipit, tha Muhameti pas prezantimit në klubin e ri. Legjenda e kombëtare Saltin Lala së fundmi ka qenë i ftuar në podcastin Versus në Telesport, ndër temat e trajtuara përkoi dhe me sulmuesin shqiptar të Kosovës Edon Zhegrova. Ky i fundit është pjesë e Juventusit në Serie A, por mbylli një sezon për t'u harruar me zonjën e vjetër. Kritikat e Lalës për Zhegrovën ishin në mas, madje duke përmendur dhe i qasjen e lojtarit dhe deri te sjellja jashtë fushës blerk. Zhegrova duhet të fokusohet te futbolli dhe jo tek gjërat jashtë futbollit. Jo më kot trajneri e ka lënë jashtë. Për mua trajneri nuk i ka hyrë në hap Zhegrovës. Mendimi im, ai mund të bëjë shumë herë më mirë nga ana profesionale. Ky është fokusi i lojtarëve sot, makinat, Rolexat, flokët. Kur ju ulin brekët në gjujmë sikur më hajnë bukën. Luaj futboll, mbaj ato të mbathura ose dil pa mbathje fare, ose luaj me brek në ato spidot që kanë qenë më parë. Ishin fjalët e Lalës.